Përshëndetje. Në këtë videoklip do të mësoni përshëndetje dhe fraza të përditshme. Le të mësojmë gjuhën serbe. Në mëngjes ne e themi dobro jutro. Në mesditë ne e themi dobar dan. Në brëmje ne e themi dobro veçe. Gjithashtu mund të themi zdravo ose ciao. Dhe këto përshëndetje, veçanërisht ciao, i përdorim në një bisedë jo zyrtare. Për shembull, me miqt dhe përdorim kur takohemi ose kur ndahemi. Kur dëshirojmë të themi mirupafshim ose ditën e mirë, ne e themi doviđenja ose prijatan. Këto përshëndetje i përdorim kur ndahemi. Gjithashtu mund të themi vidimo se ose čujemo se. Veçanërisht në një bisedë jo zyrtare dhe përdorim kur ndahemi. Në gjuhën shqipe, këto përshëndetje janë shihemi dhe dëgjohemi. Në mbrëmje mund të themi laku noć. Dhe në gjuhën shqipe, kjo përshëndetje është natën e mirë. Nëse dikush vjen te ne e themi dobrodošao. Dhe kjo do të thotë mirë se vjen. Ai që vjen thotë mirë se të gjej. Dhe kjo do të thotë bolje të našao. Nëse vinë disa persona ose në një bisedë zyrtar, ne e themi dobrodošli. Dhe kjo do të thotë mirë se vini. Ata na thonë bolje vas našli. Dhe kjo do të thotë mirë se ju gjetëm. Kur duam të pyesim si je, ne e themi kako si. Përgjigja mund të jetë mirë, faleminderit. Dhe në gjuhën serbe, dobro, hvala. Ose mund të themi si jeni. Dhe kjo do të thotë kako ste. Dobro, hvala. Disa nga frazat e përditshme janë urdhëro. Dhe në gjuhën serbe, izvoli. Por, urdhëroni, ne themi izvolite. Më fal, në gjuhën serbe, izvini. Është një frazë tjetër. Më falni, ne themi izvinite. Nëse dikush niset në një udhëtim, ne duhet të themi sreçan put. Dhe kjo do të thotë rruga e mbar. Sreçan rad. Duhet të themi punëtorëve ose dikujt që merret me një punë. Kjo frazë do të thotë puna e mbar. Nëse dikush ha mëngjes, drekë ose darkë, ne duhet të themi prijetno. Dhe kjo do të thotë të bëf të mirë. Personi tjetër mund të përgjigjet me hvala, izvoli. Kur pim diçka dhe ngrëm një dolli, themi zhiveli. Kjo do të thotë gëzuar. Në shqip gëzuar, përdorim në frazën gëzuar ditëlindjen. Por, në gjuhën serbe, në këtë frazë ne themi sreçan rogjëndan. Në çdo situatë mund të pyesim çfarë po bën, dhe kjo është shta radish. Mund të përgjigjemi nishta. Dhe kjo do të thotë asgjë. Për frazën çfarë po bëni, në serbisht duhet të themi shta radite. Patjetër që përsëri mund të përgjigjemi nishta. Kur dëshirojmë të themi me fat, ne themi sreçno. Dhe në fund, kur themi faleminderit, që është hvala në serbisht, përgjigja është s'ka përse dhe në serbisht nema na čemu.
Pra, të shohim një dialog të shkurtër. Zdravo. Kako si? Dobro. A ti? Dobro. Šta radiš? Ništa. Čujemo se. Čujemo se i vidimo se. Ćao. Shihemi së shpejti. Vidimo se uskoro.